Ne nuk kemi kulturë të mirëmbajtjes së grattacieleve, do ta themi se si jemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është një arsye tjetër që do them unë, do thosha që do marr vite për t'i bërë këto funksionale. Nga ana tjetër, çmimi është shumë i lartë për njerëzit. Njerëzit i shohin thjesht nga mediat, nga portalet, ato dhe nuk guxojnë të afrohen dhe të pyesin një çift i ri për shembull, por edhe njerëz që punojnë për shembull me rroga mesatare, burrë e grua, pra me të ardhura mesatare të një familje shqiptare, është shumë e vështirë të blesh 2.000 euro metri katror, mbi 2.000 euro metri katror, po thuaj në gjithë Tiranën, kudo që t'jetë. Është një rritje efektive nga vetë ndërtuesit edhe këto agjenci mobiliare, mendoni? Po, tërësisht. Kjo ndodhë së pari, pse ata nuk duan të shesin në apartamente, këta që i kanë. Nuk duan të shesin sepse i kanë parat. Lind pyetja, ku i kanë marrë parat? Se po tu klikosh ke këto bizneset, asnjë biznes nuk shikon që të ketë kaq miliona të deklaruara, xhiro, Atëherë ku i mori parat? Do thotë që ka një hije dyshimi që parat janë parat e pista, parat që vinë për t'u pastruar në ndërtim. Tjetër, po të vësh re, sa ndërtime bën gjithë Tiranën, nuk besoj se e bin më shumë se 10 apo 15 kompani ndërtimi. Nga do që të shkosh, gjen të njëjtin person, të njëjtin emër. Po pse, çfarë do me thënë kjo? Do me thënë që tregu nuk është i lirë. Pra do me thënë që konkurenca mungon. Si mund të zhbëhet kjo? Me bllokimin e parave informale, mund të ulet çmimi i ndërtimit deri në 500 euro. Sot, për shumë, një apartament nga 650 deri në 700 euro metri katror, maksimumi, mund të kushtoj. Po pse duhet shitur 2.200? 650 euro, si pas jush, është kosto për një metër katror? Kosto për një metër katror, me pronar, me taksa, me gjitha. Ka që kushton? Me fjalë, edhe kjo me fjalë në limitin e, të themi me hatër, në limitin e sipërm. Ja ta zëm 700, tu edhe një 100 euro për kështu ekstra për hatër. Pra, pse duhet shitur 2.000? Dikur ka qenë çmimi 200 euro për metër katror, 150, 200 euro për metër katror ka qenë fitimi i kompanive. Po sot pse që ka 1.000 e sa? Çfarë do thotë kjo? Do thotë që të gjithë këta kërkojnë të mbajnë peng tregun dhe indirekt mbajnë edhe agjensit. Po të vëshre agjensit thonë që ato të dëgjosh agjensit, të duket sikur jetojnë në një botë tjetër, këtu shiten bëhen, por të ka i kursi vlerësimit që kanë ardhur disa nga këta në konfidencë që unë i kam pyetur, nga këto të agjensive, keni shitja apartamentesh? Kemi, thonë. Me banga apo pa banga? Jo, pak me banga dhe shumë pa banga. Po këtu qëndron lepuri kur thot populli. Po sa i përket cilësisë, zoti Roshi, duke marrë shkaset nga tërmeti i fundit, i kemi cilësinë të mirë apartamentet? Jo, cilësia, shiko, cilësia edhe ka qenë, nga këto që janë, u do them gjë nga eksperienca ime si ish drejtori i përgjithshëm i Institutit të Ndërtimit të Shqipërisë për disa vite, që atëherë projektuesit shqiptar projektonin sipas eurokodeve, gati 85% e tyre. Kështu që cilësia e projektimit ka qenë në nivelin e dur, por edhe cilësia e zbatimit, tërmeti tregoi që ndërtesa shtatlarta të projektuara dhe zbatuara në një farë mënyrë sipas rregullave të standardeve edhe shqiptare, aq më tepër që ka patur tendenca për zbatuar standarde europiane, kanë qenë të paprekura gati ose kanë qenë të prekura për në mënyrë të papërfillshme pra në qëndrueshmërinë soliditetin e objektit në tërësi. Kështu që mendoj që në fakt qeveritë që vinë duhet të kthejnë vëmendjen edhe ndaj ndërtesave që janë mbi 50 vite. Ligji ekziston, por duhet bërë një të themi një program, të themi i planifikuar, një planifikim i mirë menduar për të bërë çekimin e gjithë objekteve të cilat preken nga boshti sismik, Durrës, Peqin, po themi të marrë një bosht, Peqin, Pogradec, edhe duhen testuar në mënyrë graduale edhe në mënyrë të pandarshme.